Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një supë me mish pule dhe kos. Është një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë praktike me përbërës që të gjithë e kemi në shtëpinë tonë. Në kanalin tim kam sjell edhe versione të tjera të supës me mish pule dhe kos, por këtë herë receta është pak më ndryshe nga herët e tjera. Prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë un kam përdorur kofsha pule, por ju mund të përdorni çfarëdo pjesë nga mishi pulës që keni dëshirë, por mund ta bëni edhe me mish qengji nëse doni. Mishin e pulës në fillim do t'i japim një skuqje të lehtë në një tenxhere apo në një tigan ku kemi shtuar edhe një lugë gjelle me gjalp ose edhe vaj. Mishin e kaurdisim nga të dy anët derisa të marrë një skuqje të lehtë. Edhe më pas, kur mendoni që mishi ka marrë skuqjen e duhur, në tenxhere un kam shtuar një lugë gjelle me orizë dhe kam shtuar edhe ujin. E mbushim mirë tenxheren me ujë, pasi në këtë rast do të na duhet që mishi të zjej për një kohë të gjatë, derisa mishi të shkëputet kollaj. Gjithashtu, un kam shtuar edhe një buljon me erza pule, mund të shtoni buljon me erza perimesh, ose mund mos shtoni asnjë gjë fare. Edhe tani mishin e pulës do ta lëm që të zjej, derisa të shikoni që mishi i pulës është gati. Pasi mishi i pulës ka zjerë, dhe ju mendoni që supa është gati, tani në një tigan do të hedhim një lugë gjelle me gjalp, do të shtojmë aty 2 lugë gjelle me miell dhe do të bëjmë kaurdisjen e miellit në zjarr mesatar të ulët. Në këtë rast, kaurdisjen e miellit do ta bëjmë derisa mielli të fillojë të ndryshojë pak ngjyrë, pra jo ta djegim, por sa të ndryshojë pak ngjyrë, për të paktën 2 minuta në zjarr mesatar të ulët do ta kaurdisim miellin duke trazuar her pas here. Gjatë kësaj kohe në tigan do të shtojmë edhe 2 thelpinj hudhre të prerë, gjithashtu do të shtojmë edhe pak piper të kuq ose mund të shtoni pak salcë speci. Dhe tani të gjithë përbërësit i trazojmë mirë dhe më pas do të shtojmë në tigan edhe pothuajse 1 gotë me ujë të ftohtë dhe do të bëjmë trazimin e miellit me shpejtësi në mënyrë që mielli mos na bëhet kokra. Kur shikoni që e gjithë masa e miellit është bërë e njëtrajtshme, pra mielli është tretur komplet, tani të gjithë masën e tiganit do ta shtojmë tek tenxherja ku kemi supën. E trazojmë mirë miellin me pjesën e lëngut në mënyrë që e gjithë masa të trazohet mirë. Dhe tani komplet supën do ta lëmë që të marrë val në zjarr mesatar për të paktën 10 ose 15 minuta, ose derisa të shikoni që supa ka arritur trashësinë që doni. Edhe në momentin që mendoni që supa ka marrë trashësinë që duhet, tani e fikim zjarrin dhe do ta lëmë supën që të ftohet pak përpara se ne t'i hedhim kosin. Kur mendoni që supa është ftohur pak,
pra e ka humbur atë avullin e nxehtë të vlimit, tani do të shtojmë edhe kosin në tenxhere. Unë kam shtuar një tas me kos. Përpara se ta shtojmë kosin në tenxhere, do të marrim pak nga lëngu i supës, e hedhim te kosi dhe e trazojmë mirë derisa të bëhet një masë homogjene dhe më pas të gjithë masën e kosit e shtojmë tek tenxherja me supë. E trazojmë mirë të gjithë supën dhe tani supën e keni gati. Mos harroni që këtë supë ta servirni me lëng limoni, pasi del me të vërtet fantastike. Gjithashtu sipër mund ta servirni me gjalp të skuqur, me gjalp të skuqur me pak spec ose me pak piper të kuq, ose edhe me vaj ulliri, pra si të keni dëshirë. Dhe t'ju them që është një supë shumë e mirë, shumë e shijshme, plot vlera ushqyese. Siç e pat edhe vet, ishte një recetë shumë e thjeshtë, me fare pak mundim, prandaj mos hezitoni ta provoni edhe ju për familjen tuaj. Mund t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.